Në ambientet e bibliotekës publike Mitrush Kuteli në Pogradec u promovua vëllimi poetik Liçeni Pret i autorit Adrian Zagori. Aktiviteti mblodhi ardashës, nxënës, përfaqësues të institucioneve kulturore dhe qytetar, të cilët ndoqën nga afër prezantimin e librit kushtuar qytetit dhe natyrës së Pogradecit. Përmes poezive të tij, autori sjell emocione dhe lidhjen e veçantë që ka me liçenin dhe qytetin, të cilat kanë shërbyer si burim frymëzimi për krijimtarinë e tij. Pogradeci ka ato vlerat e veta, natyra, njerëzit. Dhe unë këtë vë edhe në epiqendër të poezive të mia, njeriu pogradecar. Njeriu punëtor pogradecar. Dhe kjo më ka bërë përshtypje që i vogël. Që vija këtu. Edhe në vazhdim, edhe duke punuar me pogradecar në fabrikën e gumit të Kuq. Pikërisht ky qytet, i cili frymëzon poetët, jo vetëm Lazgushin dhe poetë e tjerë, Dimitrin, Mitrushin e të mëra, por dhe poetët e tjerë të cilët ndikojnë në frymëzimin e juaj. Gjatë promovimit të pranishmit interpretuan disa prej poezive të vëllimit, të shoqëruara nga tingujt e kitarës, duke krijuar një atmosferë artistike dhe emocionuese. Ujët kristajnë me plumë ndame, nuk i zemra kësaj ame, dhe me timi krah ndrobitur, si bulbardh në gjok skoditur. Në aktivitet morën pjesë edhe artistë të qendrës kulturore Lazgush Poradeci, të cilët interpretuan këngë që i dhanë një atmosferë të veçantë mbrëmjes poetike.